Përshëndetje, sot në Fier si rallëherë pas zgjedhjeve, zbarkoi madama e lubive nga fisi i Perrive, e pa u dhambes e shokut Beqir, e pandehura Belinda. Në harkun kohor të 1 muaj, qytetarët e Fierit kanë jetuar pa ujë të pishëm. Ndotja e lumit Gjanica vazhdon t'ju sjell sëmundje në gjak dhe në mushkri, spitali i Antonetës ka mbetur pa ilaçe për pacientët në kimioterapi, naftëtarët vazhdojnë të jenë të nëpërkëmbur dhe greva e tyre nuk i thot asgjë askujt, ndërkohë çdo sektor në level qarku është ose në krizë ose në faliment. Por Belinda nuk çan kokë për asnjë nga këto absolutisht. E veshur si një roje misri, e shoqëruar nga gjynofçari Ceno, sot ajo bëri një parad banale në qytet, takoi të pacipën Antonet, bëri disa foto për kontent rrjetesh sociale dhe hiku andej nga erdhi. Këta njerëz e kanë humbur totalisht kontaktin me realitetin dhe herët avon do të humbasin edhe kontaktin me lirin, absolutisht të gjithë, pa asnjë lloj përjashtimi. Myzeqeja është një krahin njerëzish të urtë. Ne myzeqarët jemi njerëz të urtë sa më s'ka, por ama kur revoltohemi, është mirë të mos jesh aty, po ju mos denjoni të fshiheni, sepse edhe në vrim të miut kemi për t'ju gjetur. Kaq për tani. Shihemi në punë.